në krizë. Për arsye se kanë me ardhë shumë vendimet mëdhaja, çështjet e hapuna me Serbinë, asociacioni, ajo kjo kanë me faktikisht në qoftë se opozita don me i bon nerë vetit, edhe me lun që në herën e ashme edhe një 15% me RAVV-ja duhen me najtë në opozitë. Duhen me najtë në opozitë, po. Absolutisht, edhe mos me hy fare në qoftë se dojnë. A e përjashton mundësinë e një qeverie të opozitës, shembull, hajde hipotetikisht të marrim, edhe Gashi besoj në këtë drejtim do të ketë çfarë të flet. Shembull, janë detyra të rënda për një qeveri. Asnjëherë s'ka qenë më rënd për një qeveri, për një kryeministër që ta merr, thot Kurti, shembull, hipotetikisht. Thot, s'po e marrun, le ta merr opozita. A mund ta bëj opozita? Opozita mund ta bëj për arsye se si zoti Kurti që mundet me i bëu. Por Zeqiri thot Abdigjiku se bën. Nuk futet. Unë nuk besoj që nuk futet. Këta po mundohen se cili se i kemi mësu pak edhe... Shotën të kësy. Të e kësy shotën Abdigjiku hen? Krejt behin, kush ik për pushteti, ta ka ik dhe kush dhe jep. Sot nuk është bash këj pushteti, nuk është shumë shumë jamër merë, me vërtet ka me marrë vendimi jashtëzakonisht mëdha edhe kanë me pas jashtëzakonisht fshirë, po edhe opozita në qoftë se e merë ka me qenë gabim, për arsye se ka me pru vendime të cilat vendosin kanë me rritë përsëri. Pra shtu se kanë me thonë, ju e keni në shku asociacioni, ju e keni bo këto, gjitha pallafaqimet që kanë me i pas me Amerikanë po. Pse e tha Krenoj, pse për shamull vetëm se përvëndoj e pajtimit për manastirin e tokën e manastirit të